Unë këtëve bashkë, tani është koha për një lidhje direkte, ku do të flasim bashkë me Besnik Lajqin nga Drejla i Rrugovës, i cili sot ka nisur marshimin e tij në një lloj proteste nga Drejla që të zbres në këmbë deri në Pej, duke mbajtur në shtëpi një skelet simbolik me këtë veprim. Ai proteston për ndotjen e Lumbardit, humbjen e mijëra hektarëve tokë, e gjithashtu edhe trajtimin që sipas tij po u bëhet banorëve të Rrugovës i padrejt, një trajtim që po bëhet në emër të zonës së mbrojtur. Për gjitha këto detaje dhe pse pikërisht e ka zgjedhur ai skeletin të përfaqësoj këtë marshim të tij, unë kam në një lidhje direkte ku ai është nisur që nga ora 7 e mëngjesit edhe është rrugës për në Pej. Kështu që po i them mirëmëngjes nëse veç po më dëgjon zotri Lajqi. Po jo të gjoj shumë mirë. Faleminderit shumë për këtë lidhje direkte. Na trego pak qysh shkoi marshimi edhe protestimi që nga ora 7 kur je nisur me skelet në shtëpinë, që po të shohim që ke edhe zinxhir në shtëpinë, nëse mundesh pak më na tregu edhe pamjet edhe ndoshta idenë se pse keni filluar. Një shok i një ma e që Po atër po e shohim edhe pamjet me skeletin simbolik edhe me qenin e tij përdore zotri Lajqi që po zbret nga Drejla i për në Pej. Zotri Lajqi na trego pak për idenë e kësaj lloj proteste dhe marshimi që e keni bërë? A është e kamotshme? Po, ndërko, këtë lloj marshimi e kena bërë në Danimark në vitin 1986 apo 85 me një aktor të njohur Zeqir Dorop. Unë kam qenë dish ndihmësi i tij teknik, se në atë kohë nuk e dishin opinioni danez se ka shqiptar në Kosovë, në Kishëllësvari. Kështu që nga ajo kohë të gjithë mediat u informuan që ne jena të shtypur nga regjimi e atëhershëm jugosllav. Kështu që mendova prap që ta bëj një protestë. Protesta ime është sepse une këtu Lomardhi, lumi, është shumë i ndotur. Ka disa muaj që kanë hullë goma në gjitha vendet ku janë lumejt, në përbjeshk. Unë kam qenë te kryetari Pejës, edhe nuk ka pranu disa herë, por me anë të një Peja Fokus gazetarit, ati Dacit, ai me ka pranur edhe ja kom tregu problemi kështë. Edhe s'ka vepru fare. Kom qenë të agronikshi në komunat. Asaj s'ka vepru fare. Edhe në policie kom lendru, policia më kanë vepru shumë mirë, do marrin masa. Kështu që Rrugova është ndotur me goma, me mbeturina. Edhe, se që dimna, Rrugovë 30% e tokave të Rrugovës ju kanë vënë malit. Po, ju përmend, ju në fakt në tekst në Facebook që e keni shpërnda, e përmendni edhe lume Lumbardi, gjithashtu edhe dhënien e tokës. Po na trego pak zotri Lajqi se ju jeni nga fshati Drejla, kështu që Molel, jam nga fshati Molel. Okej. Molel, po amfiteatri është gjysa shtëpisë time në Drejla, në gjysa Molel. Okej. Atëherë na trego pak çysh e shihni Rrugovën më herët, viteve më herët edhe tash kur e krahasoni. Dëgjoj, Rrugova ka pas gjallëni, ka pas shkolla, disa shkolla. Tash, kur hyri ky Gazmend Muhaxheri, kryetari i komunës, e mbyllë të vetë në shkollë. Kishte disa nxënës aty. Unë ja bleva minibusin shkollës, edhe ja pagova bukën, ju rregullova një teras, por në bazë disa mujve, shkolla mbyllë. Ai ju thanë nxënësve se do t'i transporton në Pej shkollë, i quan disa javë dhe shkolla mbyllë. Ka nxënës, ka pas nxënës se e braktisën shkollën. Llogarite, ka këtu njerëz
që i kanë fëmijët, i qojnë me shpenzimet e veta në shkollë në pej, dhe ka këtu fëmijë 14 vjeç, 15 vjeç, të cilën në mungesë të shkollës e kanë braktisë shkollën, mungesë mundësive, edhe punojnë punë fizike. Kjo do me thonë me dhanë. Pastaj, është arkivi shkollës, i cilë në shkatrim e sipër, një arkiv 90 vjeçar, që s'kujdeset askush për ta. Pa i në mundu ju me kontaktu kryetarin e komunës dhe me ja të regu këto problematika, me ja adresu? Jo, po, disa herë, pa i nuk më planon. Pa. Po, do me thonë, e kom erë në shkrum disa herë aty, në komunë, nuk më ka planon, marë styët të ndryshme. Pastaj, unë e kom një amfiteatr, një muzej, një amfiteatr i cilë është mbi nivelin detar, mbi 1400 metra. Është amfiteatr për 1200 persona. Cilët, para se tjetë, Gazmen Muhaxheri aty u bon disa drama, disa aktivitete kulturore. Aty bërë edhe një dramë i ndjerën nga Petrovci, i cili o manhet dhe tha ullë në pygjoj. Jem krenar, tha Besnik Shefuli gjuhën tënde. Jem krenar që i këtë bo këtë vete. Shtu që aj nuk interesu, edhe llogarit e ti i ka qu asfaltin të shpellat e rushave, agrënik që ka qu të shtëpia vetë aty, të shkollat të shtëpisë vetë, ja ka asfaltu gjithë shatit vetë, një rrugë, 2200 metra, 2200 metra, dete amfiteatri që kom hargjit 100.000 euro, nuk ma asfalton, edhe kom qedë rrugë, e kom hap rrugën vetë. Edhe i kom lidhë 2 fshatra, Drelaj dhe Malaj. Sepse une e kundërshtoj, me thonë vërtetën, unë ja kom jap disa votën ati duke mendu që njëri kulturun, njëri që e donë artin, kulturën, gjelbrimin, por jam zhgënjur shumë. Shtu se stat ta marim edhe shambull në Pej, i kena 2 teatro, ai i ka mbylla. S'ka kur farë, arti dhe kultura në Pej është e vdekur. Po, zotri Lajçi, të regona pak nga Drelaj kur të mbrish në Pej, ka njerëz që do të bashkohen marshimit tënd, protestës? Po, unë tash i kam edhe 20 kilometra me shkutin Pej, besoj në ora 12 do jam aty. Pastaj puna qenëve, vish po ta tregoj, qetë, marë në Pej është nuk kudzojnë fëmijët me shku në shkollë, sipas informacioneve që kanë firmat e mëdhaja të takseve, janë të lidhur me disa njerëz në komunë, që mos t'i hekin qetë nga rruga që fëmijët e tyre, fëmijët që shkojnë shkollë me shku me taksi, edhe ato femrat të cilat qohen në nxerr, shkojnë punë me shku me taksi, edhe kthehen. Kështu që kjo është një manipulim shumë i madh, një krim ekonomik që bëhet qytetarit të Pejës. Okej, atërët pas kanë metë edhe një copë rrugë me bo, skeletin në shpinë që po e mbanë, pse pikrisht, zotri Lajçi, e keni zgjedh një skelet për me përfaqësu këtë marshim dhe protestën? Po, skeletin e kom zgjedh sepse Gazmen Muhaxheri e ka po rrugovën skelet. Skelet e ka po duke janë mbyllur shkollat. 13 fshatra nuk ka një shkollë, nuk ka një shtëpi kulture, nuk ka një ambulancë, vetëm asfalt, po, asgjë tjetër aty ku fitimi edhe asfaltet i shtrohen aty ku janë simpatizantë dhe njerëz të tyre të cilët manipulojnë që i kanë tokat e veta, edhe kryetari që ka tokat e veta aty i shtrojnë asfaltet aty ku i kanë pasuritë e veta, edhe ku janë simpatizues të tij. Nuk i shtrojnë në ato vende ku më rëndësishëm, ku ka turizëm edhe ka art e kulturës. Si për shembull tonë, unë e kam 8 shtëpia të burit, e kom nis para shumë viteve një spital ta ndërtoj aty, po shkaki i asfaltit nuk moj, sepse ma ka bloku, nuk mund një mësafer me marrë, një njeri pa shku me marrë poshtë për rruga kryesore. Kjo është nga inati. Asgjë tjetër, ai vetë ka shpreh se unë nuk i du ish luftar ku që kësë. Unë e kom jetu në Danimark 35 vjetë, i kom lon 3.000, i kom lon punën gjitha kjo marrë të luftë. Që aty është o gjeluzia tina zho. Ai me ndonë që unë e më ju përkull para tina që shu kam përkull tjerë. As një hariq. Unë e do shkoj të në fundë.
Zotri Lajçi, shumë faleminderit për këtë lidhje direkte. Shumë faleminderit, na po turojmë një rrugë të palodhshme dhe të mbarë deri tek Peja, kur mrini në Pej. Edhe po besoj që kemi më dëgju edhe herave tjera. Keni marrë edhe shumë komente në fakt në Facebook ku e keni paralajmëruar marshimin e juaj. Keni marrë komente mjaft mira dhe mbështetje të madhe nga qytetarët. Faleminderit, kanë dash marrë shumica këtu të vinë, po jo kom thonë s'ka nevojë së është rrugë gjatë, shtu takohemi qytet. Po, sa përafërsisht po bëhen që nga ora 7 kur jeni nis deri kur të mrini në Pej, sa orë rrugë po bëhen? Do të thonë, besoj të ka ora 11:12 do jam Pej. Që tash kom nis gati një orë ashtu. Rregull, shumë faleminderit për këtë lidhje direkte, zotri Lajçi. Ditë mbarë, tëngtëng.